është momenti kur Esat Pasha futet në politikën vendase, le të themi, futet në politikën e Shqipërisë së pavarur. I kërkoi Ismail Qemalit një vend në qeverinë e tij? Ka një diçka që nuk trajtohet, është trajtuar për pak, është trajtuar nga 1 prilli deri me datën 28 qershor. Ismail Qemali nuk ndodhej në Shqipëri. Ndodhej në tur në Europë. Gati 3 muaj. Po. Në një kohë që situata ishte jashtëzakonshme. Ndodhen dhe incidente të rëndonta, është Nazif Pasha që vritet në Vlorë, ishte 1 nga 4 të revolucionin gjën turk që erdhi për të organizuar tërheqjen e ushtrisë turke, vritet nga një atentat i rëndom në Vlorë, u menaxhuan dhe këto, po them, situata të vështira. Dhe me kthimin e Ismail Qemalit, menjëherë Esati takohet në fund të qershorit. Bëhet fjalë rreth 30 qershorit. Dhe në atë moment gjetën një ujdi. Pastaj Esati bën një tur në Europë, Itali, Francë, nuk e di më saktëm, dhe rikthehet në fillim të gushtit. Në fillim të gushtit është dhe vendimi i konferencës së paqes për definicionin e plot Shqipërisë, kufive dhe gjithë të tjerat. Në atë kohë, në gusht 13-ës, ku rrin pak më shumë në Vlorë, ku shef edhe situatën e qeverisë së Vlorës, intrigat brenda qeverisë, fillojnë konfliktet. Dhe i kërkon, po them, Ismail Qemalit që të bën një qeveri tjetër, jo në Vlorë, por në një vend tjetër nga Vlora. I propozon Durrësin, po ishte hapur dhe për alternativat e tjera. Ismail Qemali nuk pranon, kishte shumë personazhe të qeverisë Ismail Qemali që ndërkohë të hiqen nga qeveria, i pari dhe personi që luftoi që në fillim ishte Faiko Nica, po është dhe Mithat Frashi, janë dhe personalitetet të tjera që largohen në mënyrë graduale nga për shkak ambiciesh. Ambicjet kishte edhe të tjera, Ministri i Mbrojtjes po flaset direkt me Ismail Qemalit, pas dërallash dhe probleme edhe korrupsion, i akuza e tjerë. Dhe në atë moment është ajo ashtu quajtur tentativa një puçi për ta vrarë Esatin në Vlorë. Dhe në atë kohë ishte një konflikt i hapur dhe largohet nga Vlora dhe mendon, mas disa tentativave, mendon që të bëj qeverinë. Është një tentativë që janë italianë që ndërhyjnë tek Ismail Qemali, që thonë bën një kompromis, jep dorëheqjen si kryetar i qeverisë. Mund të propozojmë Omer Pash Vrionin, se Omer Pash Vrioni ishte 70 vjeç dhe idën, por djali i tij, Sami Vrioni, kishte marrë për grua vajzën e Esatit. Dhe Esati e pranoi të një kompromis të tillë. Por Ismaili tha jo, italiani thanë bëu si Xholiti, si do të rikthehesh më fuqishëm. Unë jam 70 vjeç, nuk mund të rikthehem më, i thot Ismail Qemali. Dhe në 8 orë krijohet qeveria e Durrësit. Ishte gati një konflikt i amatosur midis qeverisë së Vlorës dhe qeverisë së Durrësit. Ndërkohë me sa kuptoj unë, Esati ishte ai që kishte një forcë reale ushtarake, që kalonin disa mira vetë, që mund të imponohej ushtarakisht. Mund të them vetëm një element shumë të thjeshtë. Fund shtatori, fillim tetori. Qeveria e Vlorës me një stërmunim të jashtëzakonshëm
mendoj të rekrutoj të deri në rreth 2000 vetë, biles arritën deri afër Lushnjës, për me bërë një presion ushtarak ndaj Esadit. Esadi në një periudhë të shkurtër i nxori 8000. Është por nuk kalon nuk kalon pati ose më sa kishte ana tjetër medaljes që ushtarakët e rekrutuar u kthyn duke plaçkitur në zonat